Në fshatin Ngreme të Ferizajt u përkujtua dëshmorin Vertopalli, si dhe u shënua dita e shkollës e cila i mban emrin e tij. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të luftës së UÇK-s Gafor Bytyqi tha se Enveri është shembull i krenarisë e bujarisë. Dëshmorët e kombit Enveri patën familjet, patën librat, i patën poezit, e patën shpirtin ardhëtar, të gjitha t'i lanë për kombin e dhatë dhe unë. Shoqata familjeve dëshmorëve dhe unë personalisht, ku do që jam, kam me bërë përpjekje derisa t'jam gjallë, derisa t'jam shëndosh edhe këtyre shkallëve me hy, me kultivu ndjenjen e unitetit, klimës e unitetit dhe harmonisë në mes popullit tonë. Ndërsa drejtori i shkollës fillore Enver Topalli, Jeton Ahmeti, tha se kjo vatër e ditorisë është duke munduar që të krijojë kushte sa më të mira për nxënësit e saj. Ai tha se është krenari për këtë shkollë që mban emrin e veprimtarit Enver Topalli. Sot kemi ditën e shkollës e cila plot krenari e bën emrin e dëshmorit të kombit Enver Topalli. Po përpiqemi për shkollë të shëndosh për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave dhe për krijimin e kushteve sa më të mira, sidomos për fëmijët tonë, që nesër të kemi të përgatitur për jetë në shërbim të vetvetes të shoqërisë e të avejot. Detyrë dhe mision, ky trasuar edhe nga personaliteti, përvoja dhe ideali dëshmorit Enver Topalli dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Shkolla fillore Enver Topalli e fshatit Ngreme të Ferizajt ka festuar sot 3 vjetorin e pavarësimit nga shkolla fillore Jeta e Re e po këtij fshati. Numri nxënësve që vijojnë mësimin në shkollën Enver Topalli është 245.